Problemi i përdorimit të drogës tek fëmijët në Maqedoninë e Veriut po bëhet gjithnjë e më shqetësues. Sipas analizës së avokatit të popullit, 50 fëmijë përdorin marijuanë si dhe substancat e tjera psikotrope si halucinogjenet dhe stimulativet. Sistemi për parandalimin, zbulimin e hershëm, trajtimin dhe rehabilitimin e këtyre fëmijëve është i pazhvilluar dhe kapacitetet institucionale mbeten të kufizuara. Третманот на децата корисници на други натаму представува сериозен предизвик за земјата со оглед дека тоа што меѓу другото препорачавме специфични програми или протоколи за постапување со деца и млади корисници на дрога во здравствените институции се уште не се изработени. Според податоците од 27 меѓуопштински центри за социјална работа во истражувачкиот период на кој што го побаравме, деца корисници на дроги се евидентирани во вкупно 5 меѓуопштински центри за социјална работа, и тоа во Скопје, Тетово, Охрид, Гостивар и Свети Николе, при што најголем број на деца корисници на droga има во Skopje и во Tetovo. Sipas të dhënave nga analiza, gjithnjë më tepër mosha më e re po evidentohet tek përdoruesit e mitur, dhe ky fenomen po bëhet një problem gjithnjë më i madh dhe kërkon një përgjigje urgjente nga institucionet. Bajramovska theksoi faktin se qendrat ndërkomunale të punës sociale u përgjigjen ekipeve të tyre të ekspertëve dhe nuk janë të specializuara në punën për fëmijët përdorues të drogës. Sipas avokatit të popullit të marra nga raportet e policisë, 130 të mitur të tjerë drogohen në rrugë më shumë me marijuanë dhe amfetamin, ndërsa me pak me екстази dhe heroin. Негде 130 деца корисници на дрога има евидентирано во секторите за внатрешни работи. Ова идентификација, според одговорите, најчесто се прави преку присуство на улица, по примена дојава или преку полициски акции, при што исто како и кај меѓуопштинските центри за социјална работа, секторите известуваат за возраст на деца од 14 до 18 години. Raporti thotë se profesionistët në institucionet shëndetësore dhe sociale nuk kanë trajnimin dhe njohuritë e nevojshme për të punuar me këtë grup të prekshëm dhe në të njëjtën kohë mungon kapaciteti hapësinor dhe burimet teknike të përshtatshme për trajtim dhe kujdes efektiv. Ata shtojnë se rritja e burimeve dhe stafit në institucionet shëndetësore dhe sociale është çelësi për ofrimin e kujdesit cilësor.